një zot. Unë jeti pasës jam vërtet, po në ëndra e shkovetën bre. Në përbave plot në mita gjoju në hënë si monel. Ti po te tani gjokonda ime, që ju si te mi mua zbraze. As trupet së vrasin do, se ka një zot. As trupet së vrasin do. As trupet së vrasin do, se ka një zot. As trupet më vrasin do, se ka një zot. Kristi. I mora një mendim dhe Piros pak më parë. Do ta marri mikrofonin, po. Dua mendimin tënd. Nëse kënga është e Piros, kështu që megjithatë interpretimi i Angelos ishte mbres lëndës. Me thënë drejtën, kishte një delikates, kishte spontanitet. Ishte Albit ishte shumë korrekt, ishte burrëror, më afër versionit interpretuar nga Aleksandr Gjoka, ishte rocker, interesant. Megjithatë, ndjeshmëria e Angelos më bëri që ta mund ta evidentoj kështu. Po, Diana? Falë. Tashi më duket sikur Kristi foli shumë përgjithësi, edhe nuk tha atë që duheshe. Më thënë, foli mendimin e vetë, por nuk tha atë që duheshe, sipas mendimit tim. Për Angelën do thosha që unë e kam thënë edhe në fillim fare që je një personazh, një karakter, edhe në atë që kërcen dhe në atë që këndon. Dhe normalisht këngën e kishe bërë tënden. Por në qoftë se ai ishte më lart në fundin e këngës, flas për intonacionin, ju ishit herë në fund të frazave më poshtë. Dhe mendoj unë, nuk e di që kënga sa do e realizuar të jetë nga të dy, është me mangësira, juve interpretuat shumë bukur, po me mangësira, domethënë po të mbyllur sytë dhe ta dëgjosh me vëmendje, keni probleme me intonacionin. Për mua. Po prandaj nuk i thash gjithë se pastaj çfarë do thoni juve, kupton? Jo. Dhe i thatë gabim, në fakt. Urdhro? Dhe në fakt i thatë gabim. Unë e thash gabim? Po. Më falë, Zana, për çfarë thash gabim, ma thuaj profesionalisht edhe me detaje. Sepse me sinqeritet flet kot dhe në përgjithësi, flet në përgjithësi. Mirë, s'ka problem. Po si s'ka problem, ky është problem. Ky është gjithmonë një problem dhe ne këtu jemi për probleme. Nuk do ngelem brapa dhe nëse do flas kot sipas mendimit tënd. Jo fol sipas mendimit tënd, sepse në fakt Zana më fal dhe në mënyrë profesionale dhe letënon kuptohet si duan ato sonaturat që juve i vini shumë. Shiko, unë po them kështu, më fal. Dhe për organizimin, më kupton? Mirë, dakor. Ti ke mendimin tënd, po flet në përgjithësi. Ju jeni pedagog, punoni atje dhe e keni parasysh domethënë anën e profesionale për ta thënë këtu, ndoshta edhe më detaje. Dhe unë po thosha, kjo është një këngë shumë e bukur e Piros, po jo e vështirë. Pastaj për këngët që këndonin anglisht, ndoshta nuk vjen shumë në duke këto. Në këngë shqiptare dilni shumë zbuluar. Së paku, ky është mendimi im dhe vërejtja që kam për Kristin. Faleminderit Jo, Nikolini. është shumë e vështirë si këngë, ishte shumë Është këngë shumë e bukur, s'është e vështirë, Kristi. Jo, kishte shumë kohë që the, ishte më kohë. Kristi, po, Kristi, nëse unë flas. Të thuash tash për një këngë që për shembull Aleksandr Gjoka. O Kristi, çaj duke folur tash. Kënga e Piro Çakos është kënga më e bukur dhe më shumë e thjeshtë dhe e bukur, kurse është e vështirë. Po flet kot. Dhe Aleksandri ta thot Piro më mirë, po ne. Po çfarë do thot Piro për vetën e vet, do thot Piro sa e bukur. Duaj të më flas Nikolini më pas. Do të thotë vështirë kënga, çfarë? Muhabet është këtu, ne kemi punuar një javë për këtë këngë. Çka si e ka vështirë. Absolutisht është e vështirë. Diana, të lutem mikrofonin Nikolinit. Ka 5 minuta që e pres. Do ta shikoj këngën e një Publiku duart roket për Angelon, po? Do ta shikoj këngën e një këndvështrim tjetër për sa i përket kuptimit që ka kënga. Kënga është një tregim. Prandaj dhe është e thjesht, shumë e bukur muzikalisht, po është e thjesht, sepse do të treguar bukur. Dhe unë nuk ndjeva, nuk e kuptova këngën. Pra në përgjithësi, çunat nuk artikulojnë mirë mesazhin e këngës. Kënga i ka mesazh shumë të fuqishëm.
Për sa i përket vredjeve që bën profesionistët tu, për sa i përket intonacionit pa diskutim, Albi ishte lart. Në momentet saktuara, Angelo ishte tek tuk në not poshtë. Por në performancën e përgjithshme të këngës, për sa i përket shpirtit që do kënga, këtij tregimi, këtij rakonte që kërkon kënga, Angelo ishte më mirë se Albi. E fundit e Kristit dhe më pas duat më flasë. Mendoj që e lexove pak gabimat të kur tha Zysha e thjesht. E thjesht në mesazh është, po këtu është edhe vështirë. Kristi, kur do ta kuptosh ti? Më fal, Kristi, më fal. E kuptova, e di çfarë do thuash. Po Kristi do ta kuptosh. Kur është e thjesht, është e bukur, Kristi. Edhe shumë e vështirë njëkohësisht, a kupton? Po sigurisht. E kupton këtë që është shumë e vështirë. Sigurisht. Ai e thjeshta është shumë e vështirë. Faleminderit, po ka diçka Albi. Nëse është e thjesht kënga si këngë, pse nuk u këndua komplet nga Angelo? Pse nuk u këndua kënga komplet nga Angelo? Profesor Kristi. Po, atëherë duket se për këtë pyetje mund të përgjigjet Koli. Dhe mua. Pyetja. Nëse kënga si këngë është e thjesht. E pra, ato thuja Zyshës, po thuj mua. Kupton? Thuja Zyshës pas ajo thotë që është e denigroj fare si kënga, kupton? Kompozitori këtu edhe thotë që kënga është e thjeshtë. Mirë pa, a ka mundësi të flas kompozitori? Denigroj fare, kupton? Kënga nuk u këndua komplet. Atëherë. Po e pra është e vështirë si kënga, atë po them. Është e thjesht në mesazh, u tha këtu që është këngë kot. Si ja vlen me e këndu ju e fare. Jo, askush nuk ka këngë. A shumë pra tha Zysha, është e thjesht. Si ja vlen beresh me të. Për debat sa i përket vlerave të këngës apo ndërtimit të këngës, dua Koli një pyetje kishte Albi në fakt jo për këngën, po për faktin pse nuk e këndoi Angelo këngën komplet. Dua të mos sqaroj në çfarë momente komplet për shkakun. Momentet e solos. Po? Edhe strofi 2. Qofse e ke dëgjuar me vëmendje. E kam dëgjuar me vëmendje. U fut, domethënë la 2 vargje më përpara dhe u fut më vonë që nuk besoj se ka në, domethënë duhet ta ndajmë aty sfidën për mendimin tim. Jo, para 3 javësh ma keni vendukje mu këtu. Tani nuk duhet futemi në këtë debat, mendoj unë, sepse midis njërit edhe tjetrit se nuk u bën edhe juve mirë. E kupton? Nuk për 2 vargje nuk ndahet këtu puna, mendoj unë. Kështu që ta lëm atë. Për sa i përket teknikisht, pastaj dakord, Albi kishte ato problemet intonative që janë, pastaj po ta marrim ashtu duhet me u kap me kandar se edhe Angelo diku ngatroi fjalët, edhe ti diku ngatrove fjalët. Domethënë kështu që ti lëm ato. Unë e shijova më shumë nga Angelo. Pik. Dua të di mendimin e ke një gjë të shkurtër? Jo. Mendimin e Piros, që është dhe kompozitori i këngës. Unë dëgjova 2 versione. Cili nga djemë ishte më afër krimtarisë tënde? Po, kjo këngë është në 2 versione, është e kënduar nga Sandri, është e kënduar dhe nga unë. Kështu që normalisht Angelo ishte më afër asaj që kam kënduar unë, por kjo s'do të thotë që ajo që kam kënduar unë është më e mira. Kështu që kënga Angelo u përpoq dhe bëri goxha fraza, dha mendim, e shprehu atë fabulën që ka, u përpoq në mënyrën e tij. Ndërsa ti përgjigje Albi pse u ngatrua. Po u ngatrua sepse ai bën dhe baletin dhe kanton, është çike vështirë. Kështu që ndërsa pa diskutim që Albi është trendi te kjo këngë, është trendi, por unë preferoj gjithsesi më shumë veten time që e gjej tek Angelo. Ka diçka Bojkeni për të dhënë një koment të shkurtër? Nëse ka Bojkeni për të dhënë një koment të shkurtër, mbas ndoshta 20 sekondave, po Bojku ke diçka? Jo, për këtë këngë nuk kam një koment. Për mbase për interpretimet e kaluara për sfidën Semi Arisa kam, që vlerësimet dukën pak të egzageruara duke ngritur Arisën, ndërkohë që Semi është në një nivel shumë të mirë. Ndërsa për këtë sfidë, secili ka ato të mira të veta dhe siç tha Koli, nuk është mirë me u marrë, sepse u ngatru Angelo te një pjesë, a shumë mund ngatrohen të gjithë. Edhe Bojkeni flet në përgjithësi dhe Bojkeni. Flet Bojkeni për ato që duhet, sepse je vetë në brendësi të këngës, edhe dëgjon Piro i dashuruar pas këngës, pas vetes, unë s'po kuptoj se çfarë duhet themi. Po flasim për gjërat profesionale. Kështu që edhe me Bojkeni kam vërejtjet e mia. Okej, faleminderit. Djem, keni diçka për të komentuar? Jo, uluni dhe ne vazhdojmë me sfidën tjetër të shohim se cila disiplinë do të vinë në këngë.